Përshëndetje, unë jam Elton Cona, jam bodybuilder dhe jam trajner i fitnessit. E sot, kena me përgjigj të pyetjeve që na keni bujë. Argjendi ka thonë se s'ka ushtru kur ma herët edhe po pyet prej kam ja nis. Tonën gjyks direkt. Smirti është me a fillu me full body workouts, do më thonë ushtrime që i përfshin gjithë muskujt e trupit. Mirë është 2 deri në 3 javë të para krejt këto mi përzi, para se mja nis me bo një plan edhe një përmboj që ati plan. Bedimi ka pyeta ma mirë me ushtru pak çdo ditë, a disa ditë po me intensitet të lartë. Betem, ne bodybuilder shumë i njoftën, edhe një kosisht bodybuilder jam i preferum, ka thonë që nëse jam shën një bombës 100 herë me një laps, nuk i bën kur gjë, po nëse i shën një herë që keq, kërset. Kështu që ditë me intensitet ma të lartë janë shumë ma të mira se me ushtru çdo ditë po me intensitet ullt. Laurenti ka pyet sa të rëndësishme janë rest days edhe sa ditë me pushu a janë boll 2. Më varet prej nivelit në të cilin je, nëse je pak ma i avancum, 2 ditë pushim janë boll, po nëse nuk je i avancum, mundet me shku edhe dita e tretë, se trupi rritet në momentin që është të pushu. Trupi nuk rritet në ditët e ushtrimeve, po në ditët të cilat është të ushqy edhe të pushu. Gjumi i mirë, gjumi edhe ushqimi i mirë, vlen ma shumë se ushtrimet. Maj Trenti ka pyet për me hjek bark, a më ndihmon ma shumë kardio, a me qu pesha. Maj Trenti, për me hup pesh sa ma shumë, tash kardio sa do që hup kalori, ato kalori të cilat i hup në kardion, kalori të cilat i hup në momentin që je të ushtru, në momentin që ti del prej ushtrimeve, e ha një hamburger allaja, automatikisht anulohet, se qato kalori që a i ke djeg vish shkojnë poshtë. Kurse kur je të punu me pesha, stresi metabolik të cilin ti ja krijon trupit është që ajo që ka të shtin ty me djeg ma shumë kalori për 2 deri në 3 ditë të ardhshme. Artoni ka thonë, a është ma mirë me hongër para ushtrimeve apo mas edhe çka me hongër? Artan dush me hongër edhe para edhe mas ushtrimeve vllon. Se me njëherë në ditë nuk mos shpirti, ta është varet në sa ora ushtron, për me ditë çka është mas mirë ti me hongër. Para ushtrimeve është mirë me hongër karbohidrate pak ma shumë, që me pas një pump pak ma të mirë, kurse mas ushtrimeve është mirë me hongër ushqime të cilat përmbajnë shumë protein, si mishi i bardhë, mishi i kuq, mishi i peshkut, më varet krejt prej qëllimeve të cilat i ki. Elendita ka pyet nëse çej pesha a dal gjithçysh bodybuilder edhe e ka cek që s'po dën. Pa dash më bo si bodybuilder, nuk mundesh më bo si bodybuilder. Trupi funksionon me çato që ti jep, nuk funksionon me çato që ti nuk i jep, domethënë në momentin në cilin ti nuk je të marr protein të mjaftueshme për më bo si bodybuilder, në momentin që nuk je të marr suplemente mjaftueshme për më bo bodybuilder, bile edhe performance enhancing drugs, nuk mundesh më bo si bodybuilder se trupi nuk funksionon në qatë mënyrë. Ledioni ka pyet çysh funksionojnë steroidet edhe sa janë të rrezikshme. Performance enhancing drugs ose steroidet janë kogja të rrezikshme në mënyra të ndryshme, janë droga të cilat arritin ty performancën, po e ka një kosto. Kostoja e kësaj është shëndeti, mundesh me pas probleme me qi, mundesh me pas probleme me zemër, mundesh me pas probleme me veshka, të varë prej çka përdor, po te femrat munden mu kriju tipare të mashkujve, kurse të mashkujt mundet me pas probleme me erectile dysfunction, të cilat janë ndër problemet ma të mëdha pasi përdoren steroide. Nëse i ndal steroidet, atë hup masa muskulore. Masa muskulore të hup deri me një farmase, po krejt në varet sa i rrin gati regjimit masi të kryen ciklin e steroideve, edhe të hup fortësia apo egërsia e muskujve, që a vlen më përmen, po për ndryshe nëse i rrin gati regjimit, mundesh me pas një trup të kënaqshëm edhe mas ndalimit të steroideve, po si gjithmonë ne nuk i promovojmë steroidet. Arti ka pyet sa është koha optimale me pauzu në mes të setave.
Art krejt në varet çka je të ushtru, se nuk është njëjtë si me pauzu mase je të ushtru dur, për shembull biceps i cili është një muskull që kërkon shumë pak pushim, njëjtë si me pushu kur je të ushtru kom, që është muskulli që t'lodh mas shumti. Kështu që në varet çka je të ushtru, dikon 45 sekonda deri në 2 minuta është kohë optimale për çdo pjesë të trupit për me pushu. Martina ka thonë që edhe 2 javë e kom një darsëm edhe a ka një mënyrë me i hek 4 kg shpejt. Mënyrë ka, po nuk është fort e shëndetshme edhe nuk është diçka që preferohet më bo, edhe pse kilogramët e parë në fitness janë kilogram që hupen mas shpejti, nuk e di sa i shkon mirë mi hup 4 kg për 2 javë. Dreni ka pyet a bën me bo progres në fitness pa i nal cigaren edhe alkoolin. Dren, progres bën me bo me alkool jo qaj se alkooli e ndalë sintetizimin e proteinës në muskuj, edhe është droga ma e keqe që më nështë me fut në organizëm, kurse për cigare s'di qa thonë vllai. Nuk është diçka që preferohet, po trup më nështë me bo. Luani ka pyet çka është puna e kreatinës. Kreatina është suplementi më i studium që ekziston deri më sot, nuk e ka asnjë efekt ansor pavarësisht miteve që ekzistojnë rreth saj. Kreatina është biprodukt i proteinës. Kreatina do me mbajt pak ma shumë ujë në muskuj, për atë arsye muskuj duken pak ma të mëdhaj, të e shton forcën, dhe po ashtu sipas studimeve të fundit, kreatina ndihmon shumë edhe në tru, sidomos tek femnat. Fit, ka thonë është e vërtet që kreatina zguxon me pi ma shumë se 2 muaj rresht, edhe është e vërtet që të bijnë flokt. Po pas konë e vërtet që të bijnë flokt, unë isha akon njeri parë që i këshin ra flokt dhe i mësët, nuk është e vërtet që të bijnë flokt, dhe nuk është e vërtet që kreatina nuk guxon me pi ma shumë se 2 muaj rresht. Kreatina është thjesht një suplement. Suplement do më thonë shtojc ushqimore, diçka që ti e shton mbi ata që ka jetu e marrë për ushqime. Labi ka pyet pse duhet me pi shumë ujë kur përdor kreatin. Lab nuk duhet me pi shumë ujë kur përdor kreatin, ujë duhet me pi shumë në jetë përditshme në përgjithësi. Nuk do më thonë me te i kalu limitin veç pse jetu marrë kreatin. Kreatina mundet më të shti, mund di pak ma i etur gjatë ditës, po kjo nuk do më thonë që kemi kalu fazat normale të ujit. Thjesht kemi pi ujë si çdo ditë tjetër, dikun 3.2 litra mrena ditës janë mjaftueshëm. Ngresa ka pyet sa janë të domosdoshme suplementet, a janë të dëmshme për shëndet. Suplementet nuk do më thonë që janë të domosdoshme, a e më varet prej qëllimeve të cilat i ki në fitness, po nuk do më thonë që janë të domosdoshme gjithsesi. Nëse qëllimet tua janë më duk ma mirë se 1% i cili shkon në fitness, atëherë munën më konsideru të domosdoshme, edhe a janë të dëmshme për shëndet krejt në varet se çka jetu marr edhe në çfarë mase jetu e marr. Nëse pin ujë ma shumë se që duhet ki mu helmu, kështu që nëse ja tepër me suplemente, papet ki mu helmu. Krenari ka pyet sa herë në javë duhet me i ushtru se cilin grup të muskujve. Atëherë, sipas studimeve të Bro Science, thuhet se 2 deri në 3 herë në javë frekuencë për çdo muskull është domosdoshme, po plan i mirë është plan i cili ti mund është mjë përmbajt. 2/3 e bodybuilderave hala e mbajnë bro splitin i cili e ushtron muskullin veç 1 herë në javë. Kjo krejt më varet prej agjendës të cilën ti e ki edhe sa herë në javë shkën në ushtrime. Për me bo ma shumë muskuj, a duna me qu pesha trona, a me u fokusu në form ma shumë me pesha ma të leta. Tashti kur fokusohesh në formë me pesha më atleta, më varet çfarë pesha janë ato fol, e kur janë ato fol për pesha trona, prapë më varet për çfarë pesha janë ato fol. Në plan afat shkurt, peshat e rona mundën më të duki ide pak ma e mirë, se simulojnë muskulin dhe rritjen e muskujve pak ma shumë, po nikosisht jetë të sakrifiku se e rrit gjasën për lëndim. Nuk ka rëndësi sa pesh qënë, rëndësi ka sa pesh dokësh që mund është me qu. Të paktën kështu funksionon sporti i bodybuildingut. Gjithmonë forma është prioritet në krahasim me peshën. Kështu që nëse nuk është pesha shumë e lehtë, pesha në cilën jetu me nuti, unë apet kisha thonë ma shumë jo fokusu formës se peshës. Blendi ka pyet nëse kemi naj sugjerim për me shtu mas edhe me hek vjam në të njëjtën kohë.
Ushqimet të cilat duhesh me prioritizu janë ushqime proteinike, domethënë prapë kthehem çatë te mishnaat edhe te karbohidratet komplekse apo karbohidratet të shëndetshme, si orizi, tërshona edhe patatet. Për mos me hup mas, mundesh me përdorë edhe naj shake, nëse veç je në fillimet e tua dhe je tu adaptu. Po çka do që të bën në fillim, trupi është hala tu adaptu edhe gjithçka funksionon, nuk ki diçka ekstreme, nuk ki nevojë me dalë prej vetës. Çka do që bën, ka më të nimu për një kohë të caktume. Ajo quhet beginner's gains. Është Schwarzenegger, e pas ka shkruar çashtu qysh lexohet, ka thonë që ushtron që 4 vjet, po që nikon nuk jem të pa ndaj ndryshim, qysh del njëri prej kësaj deregje. Nuk e di tash çfarë plani të ushtrimeve ti e përdor, nuk e di sa shpesh del prej planit të ushtrimeve, ose çfarë ushqime je të përdor, po për me pa progres, tash ose nuk je tu e vrej ti, e je tu pas progres, ose ke stagnu në pesha të njëjta, ose ushqime të cilat përmbajnë të njëjtat kalori. Nëse je tu dosh me shtu mos, nisja numëri kalorit edhe një herë, shtoja edhe një 2-300, nëse je të dosh me definu, ulja edhe një 2-300, kurse nëse problemin e ki me pump ose me ushtrime, mos i ndrysho ushtrimet shpesh, se ndryshimi e bën stagnimin. Bodybuildingu di më kon pak sport i bajatshëm, se është monotoni, po që kjo është çka sjell ndryshimin. YBDFRT-ja, Y-a madhe dhe D-a madhe, ka thonë pse krejt bodybuildera shkojnë në solarium para garave. Jo domosdoshmërisht në solarium, po shkojnë edhe në saun. Në saun shkojnë për me hek ujë, që mu duk në garë sa ma të definum, kurse në solarium shkojnë që mu duk sa ma të nxim, që kena vy neve që mu duk sa ma mirë dhe mu vizatu vijat kur dalin në skin. Faleminderit shumë për pyetjet, inshallah kom ditë më një mu diçka, e ju mos i nalni ushtrimet edhe shihemi.